në këtë edicion do të ndiqni. As për të 22-ën herë nuk arritet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, protestojnë shoqëria civile. Punimet në rrugë kishin bllokuar për një muaj kanalizimet në Paralagjën Brekoc, problemi sanohet tek sot. Gratë që përjetuan dhunë seksuale në luftën e fundit në Kosovë kanë hapur sot panajirin e fuqizimit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionit Syri. As sot Komisioni për të organizuar votimin e fshet për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit nuk kaloi. 54 deputet votuan për, një kundër ndërsa s'kishte abstinim. Janë bërë tashmë më shumë se 3 muaj që kur qytetarët e Kosovës janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur legjislaturën e 9 të vendit. Agenda e seancës konstituive është bllokuar në pikën e 3. Edhe sot si në herët e tjera paraprake nuk pati konstituim të Kuvendit. Kjo pasi deputetët opozitar nuk po pranojnë formimin e një komisioni të fshet për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe një herë kryetari i lëvizjes vetëvendosje edhe një herë ka bërë të ditur se kandidatura e Haxhiut për kryeparlamentare nuk do të tërhiqet. E një orë para fillimit të seancës së dështuar, shoqëria civile ka protestuar në shenjë pakënaqësie për ngërçin politik përmes një aktiviteti simbolik. Ata dërguan mesazhe të ndryshme te deputetët e zgjedhur në zgjedhjet e 9 shkurtit. Politikanëve ju kanë dalë ora. Mandati është përgjegjësi, jo privilegj. Loja juaj, pasoja tona. Çdo vonesë ka kosto. Deri kur? Ishin disa nga shkrimet e vendosura në 120 karriget para Kuvendit, si një mesazh i drejt për secilin deputet. Seanca radhës do të vazhdojë më 29 maj. Ndërpritet seanca më 29 maj, shihemi në orën 11 sërish. Punimet në një rrugë në Paralagjën Brekoc kishin bllokuar për një muaj kanalizimin duke ju shkaktuar problem banorëve, mirë po ky problem tek pas një muaji mori zgjidhje. Banorët ndërkohë shpresojnë që problemi të mos përsëritet. Banorët e Paralagjës Brekoc në Gjakov për një muaj rresht janë ballafaquar me problemin e kanalizimeve, të cilat kishin depërtuar në podrumet dhe shtëpitë e tyre. Kryetari i Këshillit Lokal, Sokol Balaj, tha se qytetarët kanë vuajtur shumë nga ky problem, i cili ka shkaktuar edhe erë të keqe. Është vërtet se disa familje kanë pas probleme sepse ju ka kthy ujë mrena krejt në podrum dhe kanë shkaktuar dëme shumë e vërtet. Bala thot se problemi ka ndodhur pasi është riparuar rruga dhe gjatë punimeve këtu janë bllokuar pusetat të cilat bllokuan kanalizimin. Problem ka qenë se ku është shtru rruga, i kanë mbyll pusetat. Kompania që ka kryer punimet thot nuk e kemi pas në atë skicë, ç'është më thon, në atë planin e tyre, edhe i kanë mbulu, kështu që kanë kryer probleme, pasi që janë anku, kemi lajmëruar komunën, edhe kompaninë Gjakova, dhe në ardhe ka konstatuar se me të vërtet posetat janë mbyll. Problemi ka marrë zgjidhje pas një muaji. Kompania rajonale ujësjellësit Gjakova pasdite ka publikuar në faqen e saj zyrtare se është bërë inspektimin në lagjen Brekoc se disa poseta janë mbuluar me asfalt. Ekipet e ndërmarrjes kanë ndërhyrë në rihapjen dhe kanë vendosur korniza metalike që mundson mirëmbajtjen e kanalizimit. Me qëllim të një krijimit të një platforme gjithëpërfshirëse e për gratë të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, sot në Gjakov është hapur panajiri i fuqizimit, produktet me histori jete dhe çndrese, organizuar nga Medika Gjakova. Pas Gjakovës, panajiri do të rrugtojë edhe në disa komuna tjera të Kosovës. Në Gjakov u organizua panajiri me produkte artizanale të punuara me dashuri dhe përkushtim nga gratë që përjetuan dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky panajir është një pjesë e një nisme të shoqatës Medika Gjakova. Zana Pylla, asistente, tha se këto aktivitete ndihmojnë gratë të ndihen më të forta dhe më të motivuara. Qëllimi i këtij aktiviteti që bëhet sot në kuadër të shoqatës Medika Gjakova është fuqizimi i grave të mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Qëllimi i këtij panajiri
i cili bëhet në kuadër të Medikës, së bashku me 3 organizatat partnere, që janë KRCT-ja, Qendra Drenase dhe Medika Kosova, është që secila gru të ndihet e motivuar, e fuqizuar, mos ta ndi veten ta nashkaluar ose të lënë mbas dorës pas ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Çdo kontribut i joni ose i qytetarëve shkon si përfitim i gruas e cila i bën ato produkteve ose i sjell te ne. Po ashtu ky panajër u mirëprit edhe nga qytetarët. Produktet dhe paneri po shumë e madh edhe dërsoj shumë. Që e buen këtu me vullnet, si thonë, e buen me dur të artë që i kanë. Se cilën herë shkojnë të kultivu, që më smi harru këtu freskat e këtu, kretë punimit që i punojnë. Milion gjeneratave tjera, se kjo ka një domethënie shumë të madhe. Edhe mundohen vetë që thonë, me kontributin e tëne, me thonë edhe ka një mesazh, edhe vendin e qera që ne jemi një popull. Cilat punimet të fuqishmës shumë të apo të tërheqën në shkollë? Ma shumë ti që të dorës, punimet që janë dorët marune, artizanatet. Artizane, su për që thojnë, me fjara, shqipe shumë e një artizane, ato që punojnë me dorë, ato kanë vlera shumë më të mëdha. Edhe për vullnetare Nita Bojaxhiu është një ndjenjë mirë kur shef pafund gjysende të ekspozuara nga një komunitet grash që janë pjesë e historisë së vendit. Rëndësia e këtyre produkteve është që i kanë bërë gratë edhe dhunume seksualisht në luftë. Edhe na jena si vullnetare dhe kena dalë mishit. Këto 2 ditë domethënë jena në Gjakov, 2 ditë ardhshme do të jemi në Prizren e shumë komuna tjera. A tregoni sa është ndjesi dhe kënaqësi për juve? Ndjesia dhe kënaqësia është për ne të rinjët, sidomos që marrim pjesë në kësi evente të tilla, edhe pas sa viteve që ka kalu lufta dhe tashti hala po kujtohen gratë që i kanë dhënë luftë, edhe tashti po dalëm në ampisheso më këto punimet e tyne. Këto panajire përbëjnë një platformë të rëndësishme jo vetëm për fuqizimin ekonomik të grave, por edhe ndërgjegjësimin të komunitetit. Pas Gjakovës, panajiri do të rrugtoj edhe në Prizren, Pej, Gjilan, Ferizaj dhe Mitrovic, duke shërbyer si një hapësirë për të theksuar rëndësinë e mbështetjes sociale dhe trajtimit dinjetoz të mbijetuareve të dhunës seksuale. Prej sot, maturantët nga Kosova në platformën e-Kosova mund të paraqesin provimin e maturës. Paraqitja e provimit të maturës në platformën e-Kosova është mënyra me të cilën Ministria e Arsimit i sistemon nxënësit në klasë të ndryshme për provimin e maturës. Edhe këtë vit, maturantët duhet të aplikojnë përmes platformës e-Kosova për provimin e maturës. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar maturantët se që nga sot do të fillojë aplikimi për provimin e maturës. Aplikimi do të zgjas deri më datë 10 qershor 2025, ndërsa aplikimet do të aprovohen nga koordinatorët e shkollave nga data 1 deri më 11 qershor 2025. Maturantët do t'i nënshtrohen provimit të maturës shtetërore më datë 21 qershor 2025, kurse rezultatet do të bëhen publike më 30 qershor 2025. Për të gjithë ata që do të kalojnë provimin e maturës, certifikatën digjitale do të mund ta shkarkojnë nga njëjta platformë, e-Kosova. Testi është planifikuar të mbahet vetëm në një ditë dhe do të përfshijë vetëm 4 lëndë: gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe një lëndë që vetë nxënësit do ta zgjedhin. Secila nga lëndët do t'i ketë 25 pyetje dhe në total provimi do t'i ketë 100 pyetje. Puna në urgjencë kërkon përkushtim dhe profesionalizëm nga mjekët dhe infermierët. Në ditën e urgjencës, shefja në QKMF në Gjakov, Lumturie Kamberi, thotë se duhet të rritet edhe më shumë ndërgjegjësimi i komunitetit për rëndësinë e kësaj dite. Në ditën ndërkombëtare të urgjencës, doktoresha Lumturie Kamberi, shefe e urgjencës në QKMF Gjakov, thekson rëndësinë e kësaj date për ndërgjegjësimin rreth shërbimeve emergjente dhe vlerësimin e punës së profesionistëve. Kjo dita urgjencës është një ditë shumë e rëndësishme, pikërisht me datën 27 maj, festohet dita urgjencës. Do të thotë dita urgjencës është dita që shënohet për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e sistemeve emergjente
shërbimeve të urgjencës dhe ndihmës së parë. Do të thotë, kjo ditë është rëndësishme sepse ne përkujtojmë dhe nderojmë profesionistët tanë shëndetësor për punën e tyre profesionale që bëjnë për të shpëtuar jetë të qytetarëve. Doktoresha Kamberi foli edhe për sfidat e përditshme me të cilat përballet ekipi i urgjencës. Në fakt, sfida ka çdo ditë, do të thotë se kjo urgjenca nuk është një punë e zakonshme, është një punë sfiduese, është mision për të shpëtuar jetë. Por ne zakonisht kemi edhe sfida, ndër të cilat në radhë të parë do ta kisha cekur numrin e thirrjeve të panevojshme nga qytetarët, të cilët e ngarkojnë sistemin e urgjencës, do të thotë në vend që të marrin shërbime shëndetësore në qendra tjera, do të thotë ja privojnë drejtën dikujt që ka nevojë për raste kritike të jemi në momentin e duhur dhe në kohën e duhur pranë qytetarit që ka nevojë për neve. E për të rinjët që mendojnë të ndjekin këtë profesion, shefja urgjencës doktoresha Kamberi pati edhe një mesazh. Mesazhi im për të rinjët që duan të ndjekin këtë mision është që se ata duhet ta dinë që ky profesion kërkon guxim, kërkon përkushtim, andaj ata që kanë forcë, guxim dhe përkushtim, do të thotë urgjenca është për ta. Urgjenca është vendi ku çdo sekond vlen dhe çdo veprim mund të shpëtojë një jetë, shtoi mes tjerash doktoresha Kamberi. Bukuri pa fund të shesyri në një shëtitje që mund të bësh për Sky Bridge-eve të lumit Drin, reliefi bukurit e natyres, shtrirja e lumit dhe gjithçka tjetër të ofroj një imazh relaksues, e duke mos përjashtuar edhe trashëgimin e urës së Drinit dhe garat e kërcimeve si një nga ngjarjet sportive më të rëndësishme ndër vite. Lumi i Drini i Bardh, një bukuri natyrore, dikur ishte vend pushim më i madh për banorët e komunave të Gjakovës dhe Ravecit. Për skaj shtratit e tij është edhe kanjoni i Drinit të Bardh me rreth 1 kilometër gjatësi. E me një udhëtim me varg, me pak minuta do të keni mundësi të shihni edhe pse jo të fotografoni një bukuri magjepse të natyrës. Kanjoni i lumit Drinit të Bardh ndër lumet më të mëdhenj në Kosovë është mes dy komunave, Gjakovës dhe të Ravecit. Përveç banorëve të dy këtyre komunave, këtu tashmë është bërë edhe atraksion për turistë që jo vetëm vinë të lahen, por është bërë edhe atraksion për të parë bukuritë e dy shkëmbinjve, pra në dy anë ka shkëmbinj, ku njerëzit manhiten me këto bukuri të ralla, po ashtu edhe siç dihet banorët e dy komunave, pra Gjakovës dhe Ravecit, gjatë verës e shfrytëzojnë lumin e Drinit të Bardh të freskohen këtu. Ura fshajt me rreth 20 metra lartësi e njohur për arkitekturën e saj, është mbrojtur nga institucionet kulturore si trashëgimi e vendit. Në këtë urë prej më shumë se 70 vitesh mbahen garat e kërcimit më unik të stilit dallëndyshe, si një nga ngjarjet më të veçanta sportive në vend. Mirë po në vitet e fundit, interesimi i kërcyesve ka rënë dukshëm edhe pse garat ende mbahen çdo vit. Për shkak të mos mirëmbajtjes si duhet të lumit Drin, edhe freskimi në ujë i qytetarëve nuk është si në vitet e dikurshme. Megjithatë, në disa pjesë kjo hapësirë mirëmbahet nga disa persona. Drini i Bardh të Ura fshajt është ndër vendet më të pëlqyera në vendin tonë si një atraksion i preferuar jo vetëm nga qytetarët e komunës së Gjakovës, por edhe për komunat të tjera. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Mot me diell e vranësira kanë bizotruar sot gjatë ditës me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 11 deri në 24 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell dhe vranësira të kohë paskohshme. Moti vranët e mëreshje shiu pritet të jetë edhe ditën e enjte me temperatura që do të lëvizin nga 10 deri në 19 gradë Celsius.
10 deri në 23 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së premtës, karakterizuar nga moti i vranët e me diell. Mot me diell pritet të jetë gjatë së shtunës me temperatura që do të lëvizin nga 11 deri në 25 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga moti me diell me temperaturë minimale 13 gradë, ndërsa maksimalja 27 gradë Celsius. Mot me diell pritet të jetë edhe gjatë së hënës, shoqëruar nga temperaturat që do të lëvizin nga 15 deri në 30 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. As për të 22-ën herë nuk arritet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, protestojnë shoqëria civile. Punimet në rrugë kishin bllokuar për një muaj kanalizimet në Paralagjën Brekoc, problemi sanohet tek sot. Gratë që përjetuan dhunë seksuale në luftën e fundit në Kosovë kanë hapur sot panajirin e fuqizimit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.